Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se rikëthyet në episodin e radhës të Future On Podcast. Sot pa dashur tregojmë egoist, duam flasim pak për veten tonë, por në aspektin profesional dhe se si duhet jetë konsulenti imobiliar profesional. Dhe për të folur për këtë temë, ne kemi të ftuar drejtorin ekzekutiv të Nareas, Renaldo Piperia. Përshëndetje Renaldo, dhe është hera 2 që po na vjen. Besoj dhe të sezonin 3 do jesh. Kënaqësi. Çdo informacion që jep është shumë i vlefshëm. Përshëndetje edhe një Anjeza. Përshëndetje Gjergj. Mirë se erdhe ti prapë, hera 2 e ti dhe shumë kënaqësi që je këtu me ne. Po këtu do jemi. Dhe përveç se ke shumë vite në treg, siç e the, shpresojmë të shohim prapë këtu. Një nga konsulentët më të mirë të Future Home-it. Gjithashtu kemi edhe Esmeralda Bershaku, që është broker i Future Home Area në zonën e Brylit. Përshëndetje Esmeralda, mirë se erdhe. Dhe si gjithmonë jemi me Engin. Përshëndetje Engi. Përshëndetje Gjergj. Ku kam më mirë se të flasim sot për konsulentët imobiliar. Kam përshtypjen vitet e fundit jemi një nga profesionet më të përmendura, kërkuara po dhe më të komentuara, si për mirë si për keq. Numri i agentëve imobiliar po shikohet që po shtohet dita ditës, zyrat imobiliare po hapen si kërpurdhat. Dhe gjithmonë lindë ajo pyetje hore, po ç'a bëni ju? Pse? Pa harruar ato faqet e Instagramit pa zyra fare, që thjesht nxjerrin ca postime aty. Fix. Nuk e di, un kam dëshirë ta nisim me Rinaldon. Ndoshta na fut më shumë në linjë. Si ka funksionuar Narea, kush është fuqia e Narea sot në treg, apo ndikon ose si po e përmirëson rrugën e një agentit imobiliar? Faktikisht Narea ka të paktën 3 vite që është super aktive në treg. E para duke sistemuar procesin e rregullimit të profesionit të ndërmjetësit pasurie paluajshme. Pra kur themi një agent imobiliar sot, do të thotë që ti je një profesionist në një fushë e cila tashmë është rregulluar të paktën prej 9 marsit të 2022-shit. Kemi qenë shumë aktiv që në momentet e para që është draftuar ligji që do të rregullonte gjithë profesionin, duke filluar që nga pjesa e procesit licencimit, përgjegjësitë, të drejtat, detyrimet, monitorimi i profesionit. Në këto 3 vite patjetër që kemi monitoruar dhe kemi parë të gjitha fenomenet, e dim që numri është rritur tej mase. Fatkeqësisht e dim që fenomeni në Shqipëri të kopjosh keq është masivisht është i përhapur kudo. Ne vim nga një mentalitet i cili patjetër që është ndikuar në 450-500 vite nga mentaliteti i lindjes mesme, nga mentaliteti Osman. Ne ku shikojmë diçka që dikush e bën mirë, histori. Kur ne shikojmë dikush po bën diçka dhe duket mirë, të gjithë ne do ta kopjojmë. Është fenomeni i njohur prezenca e tregjeve të tregtimit të bizhuterive në Stamboll. Në një rrugicë të gjithë dinë të bëjnë vetëm atë gjë. Pra aty tregtohen pjesa e floririt, e arit, e argjendit, gjitha. Ngjashëm kemi kopjuar ne në kulturën shqiptare, në momentin që tregu i pasurive paluajshme ka pasur një performancë shumë të mirë, sidomos pas 2016-të, 2017-s, le themi pas pandemisë, për shkak se Shqipëria u hap më shpejt se vendet e tjera, me çmime ekonomike, procesi i rivlerësimit ndihmoi frymëmarrjen e tregut, kështu që ky treg ka pasur një performancë shumë të mirë. Në atë moment u pa nga gjithë, edhe pse nuk kishin përgatitjen e dur, thanë ta provojmë se këtu po bë ka lek pa peshuar mirë përgjegjësitë dhe rregullimet që do të vinin. Pa ditur se çfarë duhet bësh për të marrë ato. Pa ditur, realisht pa ditur. Sot në dijenin ton duhet të ketë të paktën ne kemi evidentuar mbi 400 zyra ndërmjetësimit të pasurive të paluajshme që operojnë në treg. Mendoj që janë më tepër, për shkak se ne kemi evidentuar një pjesë të asaj në terren dhe të pjesës online, nga të dhënat zyrtare nga Qendra Kombëtare e Biznesit. Për kuriozitetin tuaj ka 2715 nipte që kanë në objektin e aktivitetit, aktivitete me pasuri të paluajshme. Nuk do thotë që janë aktiv, por të paktën po e kanë si mundësi. E kanë si mundësi sepse prapë kjo është noterie, komani ndërtimi. Janë të gjithë. Pra kushdo që ka si konsulent imobiliar. Jo, nuk do të thotë që janë pure, po themi të pastër veprimtarie ndërmjetësim të pasurisë paluajshme, por fatkeqësisht ne kemi këtë problem në Qendrën Kombëtare Biznesi, kur ti hap një nip ti thua më vë gjithë aktivitetet që nuk kërkojnë licencë. Edhe ky aktivitet është rrishtasi i rregulluar dhe kërkon një licencim, kështu që këtu duhet akoma për të punuar që ky nuk është më një nga këto aktivitete që ti mund ta shtosh. Është mirëpritur licencimi nga agjentët? Mendoj nga ata të cilët duan të punojnë drejt, është mirëpritur. Pse? Sepse në një moment kur ti ke një licencim, dhe kjo është histori e provuar me qindra herë në tregjet e zhvilluara, kur një profesion licencohet, rregullohet, del në dritë, fiton besueshmëri dhe pjesa e tregut që ai zotron, po themi, apo kooperon, fillon edhe rritet në mënyrë të qëndrueshme. Kështu që kushdo që ka menduar që do të jem në real estate
afatgjat shkonte procesi licencimit dhe kur del në treg di si të prezantohet. Do thotë nuk jam ka një kostum të veshur gjatë thuaj, ka atë certifikatë kostum. Ka certifikimin dhe ka një besueshmëri. Po, ata që nuk e shojnë si gjë kalimtare i përkushtohen, sepse realisht ka edhe ato kostot e veta procesi licencimit, por përfitueshmëria është shumë e lartë. Që dua të pyes Anjezën, ti e the që je një nga 2715 licencuarit. Po, paguaj taksë. 2715 niptet, jo licencuar. Po, fal, më shumë ka licencuar. Se një pjesë mund të jenë pa licencuar. Çfarë bëre për ta marrë këtë licencë, konsulent imobiliar? Çfarë duhet bërë? Shiko, e para ishte normalisht përveç se agjentët duhet të ndjekin trajnime të vazhdueshme, sigurisht që duhet i futen edhe botës së biznesit, një ndërtohesh të studiosh edhe për biznesin, se ti nuk mund të futesh rastësisht, për shembull rasti im konkret, unë vi nga një tjetër linjë biznesi, rastësisht u gjenda në real estate edhe duke qenë se siç tha dhe Reinaldo, unë e kam menduar këtë, ka qenë pak e vështirë të stabilizohesha, por e kam menduar si një punë afatgjatë. Domethënë si një profesion. Dhe normalisht që të rritesh ti duhet të ndjekësh disa hapa. Sepse agjentët nuk thjesht nisin punë dhe mbeten aty. Nuk duan ose nuk dëshirojnë ose nuk zgjedhin që të rriten profesionalisht. Kështu që ti duhet të ndjekësh trajnime, studime. Domethënë që kjo gjëja të vazhdoj. Sa e lehtë apo e vështirë është të mbjetosh sot në treg? Sepse unë e di që është shumë e lehtë hapësh një nip, shumë e lehtë të zgjedhësh të bëhesh agent imobiliar. Ndoshta deri diku e lehtë edhe ta marrësh atë licencimin, por sa e vështirë është të mbjetosh, sepse ne shohim vetëm sukseset, por kur mbyllen ose kur ikin, asnjë nuk del dhe thotë shiko se unë dështova. Shiko, unë mendoj që sot të gjithë kanë mundësinë të zgjedhin që të futen edhe të bëhen agent imobiliar, por është shumë e vështirë që ti të jesh një konsulent imobiliar. Është shumë e lehtë të futesh në treg, por është tmerrsisht shumë e vështirë që ti të qëndrosh aty, sepse realisht tregu është shumë i ashpër, kërkon njerëz profesionistë, kërkon njerëz të përgjegjshëm. E vërtet. Kjo është, domethënë ti duhet të mbash përgjegjësi për atë çfarë ti ofron klientit, për atë çfarë ti i rresh shpatullat se mund ta bësh këtë gjë. Domethënë jo thjesht është kjo prona dhe konsulent nuk bën këmish, nuk të bën këmisha. Po, është shumë e vështirë që edhe njerëzit të krijojnë besim tek ty. Kjo është kryesorja. Integriteti, ndershmëria. Esmera, ti përveç se ke qenë vetë konsulent, ti edhe mundohesh të gjesh konsulentët e arshëm. Je një broker dhe zyra sapo është hapur, nuk ka shumë kohë dhe direkt ka korrur sukses. Ti si identifikon këta agjentët imobiliar dur, këta konsulentë? Ne faktikisht po bëjmë një vit e 6 muaj, domethënë që jemi si zyrë e re tek lokacioni i rrugës Bardhyl. Jo pa qëllim e kemi zgjedhur këtë zonën duke qenë se zonë zhvillim dhe Tirana shumë e ngarkuar dhe shumë e ngjeshur nga pjesa e qendrës dhe konkurrencash patjetër me egër, atë që po thoshte edhe Anjeza. Patjetër që ka vështirësitë e veta, nuk është se janë të gjithë duan të vinë punojnë tek neve, por normalisht mundohemi të rekruptojmë duke ia shpjeguar profesionin si diçka afatgjatë, asnjëherë afat shkurtër. Që ti nëse dikush do vi do ta provoj, do marrë trajnimet e duhura, do marrë eksperiencën e duhur dhe duhet ta shohë këtë profesion afatgjatë, sepse nuk është një profesion që ti fillove sot dhe korre sukses sot. Është si çdo biznes i ri që ti sapo hap derën ditën e parë, pret që të fillosh të ngresh klientelën dhe pastaj të fillosh qarkullosh xhiro. E njëjta gjë edhe këtu, ne themi po nuk të ra telefoni, do thotë që nuk je gati akoma në treg. Dhe në momentin që do filloj të bjeri, ti duhet të bësh gjithmonë maksimumin që ta mbash atë telefoni që të bjeri gjatë gjithë kohës, sepse zvendësohesh shumë lehtë edhe dalim edhe te konkurrenca që është goxha egër. Ajo që vjen në treg është që ky trendi i të veshurit me kostum të agjentëve ose me këmish ose ai qëndrimi kështu. Po. Ose ky marketimi unë jam më i mirë i parë. Okazion, ndërkohë çmimi 3000 metri katror. Por shikoj nga ana tjetër, shikoj që ndoshta masa them unë për klientët, sikur nuk e duan shumë këtë gjë. Nuk e kanë mirëpritur shumë këtë gjë. Nuk e duan sepse mendojnë që ti je i fshehur mbas asaj këmishës. E kupton ose duan njerëz pak më të afërt. Kjo është një fasadë që agjentët ta në treg, fjalun dua të prek diçka realitetin deri diku. Agjentët ta në treg të pjesën e këmishës e kanë thjesht për foto dhe kur shkojnë bëjnë atë prezantimin me klientët, shkojnë me
t-shirt ose ku diun. Këtu pastaj dalim tek pjesë që ke një agent që është shumë profesional Unë po flas dhe që si është është sot shumë realiteti në treg, në të duan treg. prek. Po pra, se agentët edhe shikohen Kush edhe është ndër realiteti? vite. Kemi shumë standarde, nuk kemi dy, po kemi Mendoj shumë që standarde mbi mendoj unë. 60-70% e respektojnë domethënë kodin sepse normalisht kur ti ulesh për të biseduar për ca miliona, nuk mund të vesh me tuta, le të themi. Po. Por që normalisht ta imponon dhe një çik pjesa e veshjes, domethënë ti je i strukturuar në linjën e profesionit. Mendoj unë tani, nuk e di. Për shembull, Rinaldo, më fal, se me ty e kisha në fakt që ti mund të na thoje. Jo, mund të na thoje si i jashtëm, sepse ne shpeshherë ndeshemi me opinionet të individëve që nuk janë konsulent apo agent si ne, ose marrim opinione nga klientët, edhe unë këtë doja të dija nga ana jote, si shikon ti ose si i mbron fiks këto agjentë që janë. Çdo profesion ka kodin e vet të veshjes. Në të njëjtën kohë, një nga folësit, po themi, dhe trajnuesit më të mëdhenj, që është John Maxwell për pjesën e leadershipit, thot you can fake it but you cannot make it. Pra mundohesh ta kopjosh, por nëse ti nuk e ke në ADN-n tënde, nëse nuk ka një përputhshmëri me vlerat e tua, më mënyrën se si ti jeton, në mënyrën se si ti bën biznes, atëherë kjo ka përceduar do stonoj. Dhe fatkeqësisht sot shumica kopjojnë sepse kanë parë që diku funksionon, atëherë hajde ta bëjmë kështu. Nëse fjala okazion që nga trendi, hajde ta përdorim okazion, po do t'i dali boja në fund ditës. Okazion, nuk është çdo gjë okazion. Fakti që ti paraqitesh me një kostum, por në njohuritë tua, në aftësitë tua, në analizat e tua, ti nuk e bosh. Nuk e justifikon veshjen, po, ose qëndrimin. Vjen keq, do bësh një profesionist i rëndom. Nëse po kthem prapë te pjesa e perandorisë osmane, sepse kam jetuar disa vite. Po sa ka qenë metri katror në Karagjor Kasu. Kam jetuar disa vite në Turqi, edhe në momentin që ti del, po themi, nga shtëpia dhe shkon nëpër metro ose nëpër parqet publike, gjithë po themi ku ka banor, që shkon mëngjes në punë apo në shkollë, shikon që ka një seriozitet, gjithë janë veshur me kostum. Pra do thotë që gjithë janë i njëjti standard profesional ose i njëjti standard jetese? Jo, dhe aty ti kupton që okay, ti duhet bisedosh që të bësh dallimin. Dhe sot është shumë e thjeshtë në momentin që ti je i veshur me kostum dhe hap gojën dhe shikon që ti ke zero njëri, sepse ti je kënaqur vetëm me atë trajnimin 60 orë, 300 euro, ke marrë licencën dhe ke menduar që çdo gjë para thjesht vetëm vjen edhe ti duhet kesh makinën që ti numëron, atëherë ke gabim. Në perëndim, të gjithë ndërmjetësit e pasurisë paluajshme trajnohen rregullisht, aftësohen rregullisht dhe meritojnë praktikisht atë titull që kanë. Ndërkohë që Shqipëri ne kemi bërë punën, kemi marrë lekët, pastaj shkum bëm licencën. Mendoj që ka disa vende të cilët janë rregulluar më vonë. Janë rregulluar më vonë pasi ka lindur profesionet, pasi ka lindur nevoja për rregullim. Megjithatë kemi pasur mundësi, kemi 3 vite që ka një licencë tashmë. Nga ana tjetër profesioni ka 30 vite, se ti shikon që ka profesionistë 30 vite, ata 30 vite pa licencuar kanë qenë, por e kanë aftësinë për të negociuar seriozitetin. Pse? Sepse kanë investuar rregullisht. Vetë të profesionit. Ka shumë njerëz që janë futur në treg dhe kanë dalë prapë. Nuk kanë arritur dot që ta mbajnë atë pozicion. Po, dihet që nuk është për të gjithë. Ka një qarkullim të shtuar, për shkak se ka dhe numra, ka një qarkullim të shtuar në sektorin e real estate-it, megjithatë në tregjet e stabilizuara je gjatësia e një ndërmjetësi pasuri paluajshme brenda një zyre, pra një agent brenda një zyre është 5, maksimumi 7 vite. Dhe pas 7 vitesh ti krijon biznesin tënd, pra hap zyrën tënde pak a shumë. Kam kohë edhe pak që të lëviz nga Unaza, por nuk lëviz nga Unaza. Mesatare që mund të bëjë një agent imobiliar. Lehtësisht. Një agent që punon mesatarisht. Paktën 200 euro se bësh shaka. Me të reja. Shiko, kjo varet pastaj se normalisht të paktën unë të flas se një nga agentët që bën atë punën konsistente dhe ka të njëjtan rendiment vazhdimisht, përveç se mund të kemi ndonjë kështu në bazë edhe të pronos, se mund të jetë një pronë super e shtrenjtë që se shet do, s'ke çfarë bësh. Pronaris para do ta ulësh, po. Shiko, ti bën mirë që domethënë e shet atë pronën, po ta shesësh atë do të thotë që muajin tjetër duhet punosh prapë, jo tërish se e shita dhe po të them shifra konkrete. Varet se do thon pastaj se ne edhe na thon që ju agentët bëni shumë lek, po. Bini mirë, po shumë modeste. Po.
Renat, Çka do të thotë që brenda 31 marsit duhet të plotësosh deklaratën individuale të të ardhur. Diva. Sipas ligjit për tatimet. Jo, e di pse po e them. Unë po pyes për këtë gjë sepse dua ta lidh me diçka tjetër. Kush po zgjedh ta bëj këtë profesionin e agjentit imobiliar? Në fjalë, sepse një nga stepet që gjithë njerëzit kanë dhe gjithë njerëzit që kanë potencial ta bëjnë është pikërisht kjo pjesa e kjo nuk ka një rrogë fikse dhe stepen direkt. Ndërkohë që këtu po të punosh, po realisht ta shikosh si profesion jete, minimalisht i siguron të ardhura 1000 euro. Unë po flas për mesataren që nëse ata do punonin diku tjetër një 8 orash dhe do ta kishin aktiv full day, mendoj që i tërheq kjo pjesa më shumë dhe të vetë menaxhimit të biznesit tyre, që nuk janë aty në kompjuter le të themi 8 orë ose me kufje në vesh dhe shtypin atë butonin edhe japin start, por është një proces pune që ti e vetë menaxhon. Pra e cakton ti rrogën tënde, por mendoj që nuk duhet të vijë njëri në këtë profesion për të pretenduar paga minimale. Pra është një treg që mendoj që shtyhen nga kjo pjesa që agjentët, konsulentët kanë ditën shumë të lirë ose mund ta bëjnë vetë agjendën e tyre, po me thënë të drejtën, ne punojmë, të paktën unë personalisht punoj 9 me 8 dhe nuk e di, domethënë ndonjëherë urohje dhe them sikur të punoj 8 orë. Po jo, realisht sepse ti vërtet mund ta bësh agjendën tënde vet, por që ka shumë angazhim dita. Kjo ndodh. Kjo i tërheq, kjo ndodh, kjo që the ti punoj deri në 8 dhe deri në 10 është nga që nuk lodhesh gjatë ditës dhe nuk të duket sikur ke punuar. Prandaj e ke këtë ndjesinë, domethënë që je gjithmonë e gatshme të flasësh, të përgjigjesh me klientët, se ka dhe pauza, ka pauza. Merr dhe pauza patjetër, por që unë mendoj, nëse mund të hedh një pyetje, mendoj që çfarë i mungon audiencës sot, gjithë atyre që do na ndjekin edhe që mund të kenë interes për të përqasur, shumica do duhet kuptojnë që është një vetpunësim, është një sipërmarrje. Biznesi jot. Është biznesi yt sipërmarrje. Patjetër që ka shifra që mund të jenë 1 më shumë më pak. Sot i mungon audiencës sa të duhet për ta filluar këtë sipërmarrje. Pra çfarë kapitali duhet të kesh që ti të hysh në këtë profesion dhe shumica nuk e din. Po. Dhe këtu besoj që na takon ne, po themi për ta ndihmuar që për të hyrë në këtë profesion, përveç procesit licencimit, po ti ke nevojë edhe për kaq financa, sepse për këtë sasi para, sepse 3 muajt e parë, 6 muajt e parë mund të jesh me 0. E vetmja gjë, mendoj që kjo është pika. Ka që bën javën e parë. Po. Dhe përpos investimet që ti duhet bësh rregullisht në veten tënde, po them në trajnime dhe nga tregu apo nga njëri që kemi që të fitosh një sasi para, duhet edhe të investosh një sasi kapitali, qoftë produkt, mall apo diçka tjetër, që nëse ti hap një biznes e zëm një kafene apo një fast food apo një dyqan këpucësh, do blesh produkt, do bllokosh sasi lekësh dhe pastaj ti do presësh që ajo të kthej. Ndërsa këtu te neve ti përveç kohës tënde, domethënë procesit psikologjik o fizik, nuk të duhet të kesh buxhet, thjesht duhet mbijetosh një sasi kohe derisa ti të bësh javë, të marrësh trajnime, të mbarosh me sukses detyrat dhe të fillosh dhe të performosh. Ky është investimi më i madh që ti bën në këtë industri, në startup. Kurse në çdo biznes tjetër duhet të hedhësh, nevojë për një kapital fillimisht që ti ta nisësh këtë punë, mund ta nisësh nga 0. Duhet licencë dia. Nëse do të kthehemi licencë, po licenca ka ato shpenzimet e veta që licenca ka një vendos sot që ta bëj profesionin e agjentit imobiliar, ku drejtohem, si shkoj? Atëherë, gjën e parë që mund të bësh janë dy opsione. Një opsion është të ecësh vetëm në këtë rrugë dhe ndoshta do të ecësh shpejt, por nuk do shkosh shumë larg. Opsioni i dytë është të ecësh nëpërmjet komunitetit, nëpërmjet narës, se cilë të udhëheqin në të gjitha hapat. Hapi i parë që ne do thoshim është patjetër duhet të ndjekësh trajnimin e detyruar për ndërmjetës pasurie pa luajshme. Pra në bazë të ligjit është i detyruar. Pra kushdo që do të hyjë në profesion, para se të marrë licencën, kryen një trajnim i cili është 6 orë, kushton 30.000 lekë të reja sipas tarifës zyrtare shtetërore. NARE ofron si mundësi nëpërmjet Universitetit Evropian të Tiranës. Pra aty kemi partneritetin.
hapet klasa çdo muaj, praktikisht klasa e 7. Çdo muaj. Çdo muaj, praktikisht klasa e 7. Aq kërkesë ka. Ka kërkesë sepse vazhdon ka prurje, përveç se janë 1739 ndërmjetës së licencuar aktualisht, vazhdon ka për shkak të qarkullimit, mos llogaritjes saktë, gjatësisë në sektore dhe kostove gjitha, ka dalje, ka dhe hyrje të reja. Kështu që ndjek programin e detyruar të trajnimit 6 jetor që shtrihet mesatarisht në 12 pasdite, sepse është versioni 4 orar. 12 pasdite plus pjesa e praktikës, mbaron trajnimin, jep provim dhe provimin ti duhet të marrësh 80% pikëve minimalisht. Pra ka një vështirësi po themi nëse një lloj kështu adrenalinë ka i provimit. Do ndjeku, duhet të jesh i vëmendshëm, pavarësisht se mund të kesh shkollimin, duhet të jesh i vëmendshëm sepse ka dhe shumë uri që mëson të gjitha bazat për ndërmjetësim pasuri e paluajshme. Mëson kuadrin ligjor, kodin etikës, leximin e kartelave, të hartave, tatimet, ligjet, taksat, pra çdo gjë që ka të bëjë me të drejtën e pronës, pjesa e vlerësimit, përgjegjësitë penale, po të gjitha, domethënë pjesa e parandalim pasim para, pjesa e financimit, modelet e ndryshme të biznesit, sepse do dalësh po themi do negociosh në treg. Një pronë mund të jetë për banim, po mund të jetë edhe për investim, po mund të jetë edhe për Airbnb, po mund të jetë edhe për qera, po mund të jetë për arsye të ndryshme. Kështu që i merren këto njohuri bazë, paketon. Pasi ke kaluar provimin, përpilon pjesën e të dokumentacionit që një pjesë del nga IELB-ja, pra nuk është shumë e vështirë përveç informacionit ligjor nga institucioni ligjzbatuese dhe aplikon nëpërmjet përfaqësimit që në rastin e NRS jemi ne përfaqësuesi juaj në Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë ka 60 ditë kohë në dispozicion për të kryer të gjithë verifikimin e dokumentacionit që ju keni dorëzuar, po plus edhe pastërtinë e figurës, pra kërkon informacion nga institucioni ligjzbatuese në Shqipëri për ju. Kërkon nga policia, prokuroria, nga inteligjenca financiare, nga shërbime sekrete, nga gjithë sepse njerëz të cilët nuk janë në një hetim, nuk kanë qenë pjesë e monitorimit rishazi apo nuk ka informacion që ata përfshin në pasim parash, evazion, mashtrime gjitha, këta mund të kalojnë pjesa tjetër, nuk duhet të hyjnë në profesion. Këta mund të kalojnë nëse kalojnë provimin. Nëse kalojnë provimin. Dhe nga eksperienca që kam, po them nga antarësia, marrja e licencës përveç po themi afërsisht një muaj që shkon kursi provimi gjitha ish tirë në kohë, një muaj, një muaj e gjysmë është aktualisht. Pra diku në 60 deri në 75 ditë e keni licencën në dorë. Pasi e keni licencën në dorë, drejtoheni ose tek zyra ku do punoni ose aty ku do keni biznesin tuaj, pra në QKB bëni reflektimin, hapni NIPT-in ose bëni reflektimin e veprimtarisë dhe kthehesh mbrapsht në ministri. Po, sepse normalisht nuk të lejohet të ushtrosh veprimtarinë e ndërmjetësit pasuri e paluajshme, pa qenë të paktën i punësuar, i regjistruar tatime si punësuar, ose pa pasur NIPT-in tënd ose pa pasur zyrën tënde. Se mund të kesh të tre versione, ti mund të punosh si punësuar, bashkëpunëtor i një zyre ose të kesh zyrën dhe të marrësh të tjerë në punë. Në dienin tënde, a ka pasur individ që nuk e kanë përfituar dot licencën nga ministria që janë skualifikuar në atë moment? Në dienin time të paktën 50-60 veta po. Domethënë e di që po flasim për provimin ai po jo, se provimin nuk e merr herën e parë, do futesh përsëri, ke mundësi të hapësh përsëri provimin. Tekinka e ministrisë domun. Unë e di që duhet të ketë të paktën një 5-6 vjeçë që nuk e kanë marrë licencën dhe domethënë janë stopuar. Pa ka ndonjë kriter? Shumë shkolla, arsimi. Shkolla po, është minimumi i shkollimit mesëm. Pra pa arsimin e mesëm ti nuk mund të hysh në profesion. Pjesa e pastërtisë së figurës patjetër që është shumë e rëndësishme. Nëse je shtetasi juaj, patjetër që ti ke filtra të tjerë, domethënë qoftë për çështjen e eksperiencës në Shqipëri, njohjes së gjuhës, edhe çdo hap tjetër. Shqipëri, italian, çek, austriak që po e praktikojnë këtë profesion. Që një pjesë besoj praktikojnë pa letra dhe kanë qenë subjekti i inspektimeve dhe i denoncimeve që NAREA ka bërë në këto, një nga gjërat që ka bërë NAREA në paktën 2 vite. Po patjetër nëse duhet të hiqet licenca, ne jemi partizan dhe ta heqim licencën. Po dhe duke qeshur. Po sepse për mua realisht profesionin, atëre. Po jo, dhe klientin dhe profesionin. Nëse një klient mashtrohet në momentin që klienti ka një problematik apo ndihet i mashtruar apo po i mbahet ka pari pa të drejtë, formate versione të ndryshme që mund të ketë. Nëse ky është antar i NAREA-s, vjen troketa deri në NAREA-s dhe i nënshtrohet hetimit administrativ dhe komisionit disiplinor të NAREA-s. Dhe ne kemi pasur raste që kemi trajtuar
dhe secili ka marrë të drejtën. Në një moment që nuk është i antar i Nareas apo nuk bie dakord me vendimin e Nareas, ka mundësi të shkojë drejt për drejt në Komisionin Disiplinor të Ministrisë së Drejtësisë, ku fillon një procedim hetim administrativ për rastin, dhe aty Komisioni Disiplinor i Ministrisë së Drejtësisë, aty jemi ne, ka Narea 2 antar, 2 antari ka Ministria e Drejtësisë dhe 1 antar e ka Ministria e Financave. Deri në këtë moment unë nuk di të ketë pasur raste që kanë vajtur në Komisionin Disiplinor, ose ndoshta edhe qytetarë nuk e kanë ditur, ose nuk kanë qenë të informuar, ose kanë menduar që kjo gjë nuk funksionon. Ama ato 3-4 raste që kanë qenë tek Narea ne kemi trajtuar dhe individi ka marrë të drejtën, pra qytetari ka marrë të drejtën që i takon. Çka në një mënyrë është dhe besueshmëri për sektorin. Pra ne na intereson që njerëzit, individët, klientët tuaj të besojnë që kjo gjë po rregullohet dhe ka njerëz serioz në treg. Pra kujdes kur drejtohesh. Të bëhet në masë dhe jo thjesht me individ, domethënë që e njoh dikë dhe mendoj që ky është serioz dhe nuk bën nga këto gjëra, po nëse bëhet kulturë e përgjithshme, aty mendoj që kemi bërë një punë të mirë gjithë së bashku. Esmerat, kjo licenca duhet riportaritur, apo është për sa kohë zgjat? Në dijenin time, jo. E merr vetëm një herë. Atëherë, licenca merret një herë. Po. Aktualisht ka 2 detyrime të mirëmbajtjes, që është detyrimi i trajnimit të paktën një herë në vit për kuadrin e parandalimit pastrim parave, ose më shpesh një herë në vit kur ka ndryshime ligjore, detyrimi i të paktën trajnimit një herë në vit, ose më shpesh kur ka ndryshime ligjore për kuadrin e mbrojtjes së dhëna personale. Këto janë të dy që lidhen me profesionin, ndoshta nuk janë tek ligji respektiv, po janë tek kuadri më i gjerë. Deri në këtë moment nuk kemi një proces të mirëmbajtjes së licencës, ndryshe nga perëndimi që normalisht kërkohet çdo vit që ti të ndjekësh, apo ndryshe nga profesionet e tjera që kanë në Shqipëri, që çdo vit të ndjekësh orë të caktuar të kredite. Personalisht besoj që kjo është e ardhmja dhe kështu duhet të jetë. Pra që nuk është e thjesht ta marrësh edhe ta lësh aty te sita, por ti duhet ta mirëmbash. Në gjykimin tuaj, a duhet të kishte më shumë masa ose të ishte pak më vështirë licencimi? Në ç'kuptim të ishte pak më vështirë licencimi? Kam përshtypjen në këtë mënyrë si është sot momentalisht, mendoj se licencimin mund ta bëj kushdo që ka një shkollë të mesme dhe kush ka dëshirë. Po. A kuptoj unë drejt ajo ideja? Po. Mendoj që duhet ishte pak më për shembull për të bërë licencimin të marrësh licencën për vlerësues të pasurive të palujshme, ai duhet patjetër të kishte mbaruar shkollën e lartë për arkitekturë, ekonomi, inxhinieri dhe juridik, këto 4 deg. Dhe nëse ti kishe mbaruar shkollën e lartë për këto 4 deg, atëherë mund të aplikoj. Edhe tarifat janë më të larta. Po, dhe zgjat diku tek 3 muaj. Po, por kemi një profesion profesion publik të deleguar për vlerësimin e pasurive paluajshme, ti e ke me detyrim në disa procese. Në pjesën e kredimarrjes, në pjesën e proceseve gjyqësore, në shpronësime, në disa momente ti e ke me detyrim, ndërkohë që ndërmjetësin ti nuk e ke me detyrim. Pra ke shërbim opsional. Patjetër që unë besoj që ka ardhur momenti që në Shqipëri të ngrihet steka e procesit të licencimit. Dhe ky është qëndrimi im personal, nuk do të thotë domosdoshmërisht por unë mendoj, personalisht besoj që duhet të ngrihet, të forcohet procesi i licencimit, të forcohet procesi i monitorimit dhe të ketë një kërkesë për mirëmbajtjen e licencës. E para, e dyta, unë besoj që nga tregjet e zhvilluara, dhe këtu po them Amerika, që është shumë e zhvilluar në këtë vite dritë larg, 100 kusur vite po themi eksperiencë, po të paktën 100 vite eksperiencë në ndërmjetësim pasurive paluajshme, licencimi ose licenca e drejtë operimit në treg është me 2 nivele, nuk është me 1 nivel. Pra sot, pavarësisht se ti je broker dhe je sipërmarrës dhe mban dhe një përgjegjësi të madhe ligjore, ke edhe investim financiar, do të kalojë nga otomanët në Amerikën moderne. Po, shikoj ndonjëherë ekstremet ndihmojnë që gjesh mesmen e art. Po të flasim për ata për cilët ne punojmë sot. Ai njerëza çfarë përfiton klienti nga një konsulent i licencuar dhe nga një që nuk është i licencuar? Tani, si që të ceku edhe pak Reinaldo, që normalisht në momentin që një klient të drejtojë të këty, të shikon si profesionisht, kërkon që edhe ti ta udhëzosh, të paktën flas për blerësat. Ti duhet ta udhëzosh për pronën e duhur, të paktën në bazë të kërkesës që ata që kanë, për tatimet që atyre u takojnë, për dokumentacionin e pronës, ti mban përgjegjësi, nëse ti thua që ky apartamenti ose kjo prona ka dokumentacion të rregullt, ti me përgjegjësi e thua atë fjalë.
Prandaj dhe I kërkojmë pronarëve këtë dokumentacionin paraprakisht. Në rastin tjetër, kur ti shkon të marrësh tek një pronar, tek një shitës pronën, ti ja kërkon që në fillim dokumentacionin dhe e orienton edhe atë gjithashtu, duke I vënë në dieni të gjitha detyrimet që atij I takojnë. Gjitha përgjegjësitë që ai duhet të mbajnë, patjetër taksa. Këto janë gjëra që një agent imobiliar duhet ja vërë në dispozicion klientëve. Ta informojnë mbi procesin, patjetër. Se në fundit në ndërmjetësim bëjmë edhe japim informacion të saktë, është ideja. Një I licencuar mendoj që ka shumë garanci të shtuara. Për shembull, unë do të thosha audiencës. Në momentin kur takon një ndërmjetës pasuripalues, një agent të lutem pyete emër, mbiemër, numër licence, numër NIPT-i, emrin tregtar. Kush je? Ma trego pak që e licencuar, ka regjistra publik, praktikisht Ministri I Drejtësisë ka, ne si Narea kemi databazën e gjithë ndërmjetësve të licencuar, ka garanci pse të duhet, një identifikim I profesionistit që ke përballë. Po, një identifikim për çdo rast. Një identifikim I personit përballë të jep ty garanci që nëse ka diçka që nuk shkon, ti ke ku e gjen dhe ke ku kërkon llogari. Ke mundësi ta, kurse një administrator pallati apo një sekser tek tregu çam mund të zhduket nesër. Tani, sqarojmë paga që me certifikata letre tani është bërë kështu, ë? Tani është bërë vetëm nga Esmeraldi. Ne vetëm shumë I lartë në future. Jo, por realisht kjo tregon tamam certifikatën, numrin e licencës. Është në miniatur, domethënë pjesa e licencës dhe kam bërë formatin e patentës dhe kartën e identitetit, është më praktike. Jo, po tani se dolën karta qarkullim. Ne për shembull në Narea kemi kështu. O Gjergji serdhë përgatit ne. Po, unë thashë kam ne kemi me fotografi të identifikuar dhe nga mbrapa kemi dhe barkodin ku ti mund të shkosh direkt te Koreale ta verifikosh a është I licencuar, a është antar ymë. Këto të dy janë garanci ekstra që nëse Esmeraldi apo Reinaldo po lajthit me shërbimin të di ku trokas është, ta të përgjithshëm. Llogaridhënia është shumë thelbësore në këtë industri, sidomos ku flasim për këto çmime tregu që kemi dhe për këtë kapitale që investojnë. Shumë pak klient futen në detaje, domethënë, sepse është shumë e vështirë që ata të krijojnë ura të mira komunikimi ose të besojnë një agenti që të arrijnë në këtë bisedë, domethënë deri në këtë pikë. Po, përgjithsisht, vazhdojmë ato biseda shablon. Pjesën e frikës. E kanë, po. Që ku po japim kaparin, a janë serioz, se mendoj që ne jemi aty për t'i marrë lekët njerëzve. Pra, dhe kjo është një garanci më shumë, domethënë kur ti je edhe subjekt I ligjit ndërkohë që je I licencuar, normalisht ti nuk mund të rrezikosh ashtu si çdo kusht tjetër. Po të duhet pak kohë që ti t'ia shpjegosh klientit. Këtë gjë sa ata edhe nuk e përqafojnë, po duke shprehur me çdo klient që shikoj se ne jemi profesionistë. Është vështirë sot që të mbash një standard në treg. Fjalë të zgjedhësh që zyrën tënde ta kesh me agent të licencuar, ti shtysh drejt trajnimeve, përmirësimeve. Nuk do them që është shumë e vështirë, më shumë është çështje kohe dhe mundësish, sepse nëse vjen një agent I ri, ai nuk e di as vetë a do ja dali dot mbas 3 muajsh ti rezistoi këtij tregut për gjitha elementet që ne folëm më lart. Mendoj që mbasi e kalon këtë kohë dhe ai është brenda, domethënë dhe thot do t'i jap drejtim, unë mendoj që pastaj bëhet më thjesht. Ata janë të gatshëm që të vazhdojnë dhe me procesin e licencimit, qoftë dhe me hapjen e NIPT-eve. Janë njohur më shumë, ideja kanë hyrë më në brendësi të punës. Po, e kanë zgjedhur si profesion dhe I pëlqen tek ajo që bëjnë. Po në start është pak e vështirë që t'ia thuash që të gjitha, domethënë duke ti informon që çfarë do ndodhi me ty mbas muajit 3, le ta themi periudhë prove për atë për kolegun. Por duhet ta preki vet. Por duhet ta preki vet dhe ta besoj që ja del. Po në fundit tregu të selekton. Në një mënyrë apo një tjetër. Është fjalia e dur që sigur tregu të selekton. Dhe të rendit tregu ai më I miri apo jo. Nga momenti që ne kemi zgjedhur të vetë punsohemi, kemi gjithë botën kundra, le ta them, ti je në një xhungël dhe duhet çash, domethënë me shërbim, me edukat, me përulje, me përgjegjësi, me korreksim, dhe që të bësh diferencën. Unë mendoj që nëse çdo kush nga këta persona I posedon të gjitha këto vlera, ai nuk do rri kurrë bosh. Po do ketë gjithmonë punë për këta persona. Punë dhe shërbim për të ofruar. Patjetër.
Mirë, pra, besoj se i përmblodhëm gjitha këto, çfarë duhet për të qenë një konsulent profesionist imobiliar. Shumë faleminderit Ernald, Hajnjeza, Esmerald, shumë faleminderit Enxhi. Mos harroni të lini opinionet me çfarë doni, na shkruani aty në komente. Të na bëjnë ndonjë pyetje, nëse kanë kuriozitete dhe ne ja kthejmë. Po. Dhe do mundohemi që ato pyetje ti trajtojmë edhe në episodet e ardhshme. Shumë faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të bëni follow Future On Podcast në Instagram dhe TikTok. Faleminderit dhe mirupafshim.